Moderatori i njohur Enis Sulkani ka njoftuar publikisht largimin e tij nga Kosova, duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Albin Kurti për gjendjen që ka detyruar të marrë këtë vendim. Në një reagim në rrjetet sociale, ai shkroi: "Mirupafshim Kosovë dashur, nuk e kisha menduar se do duhej sërish të largohem në mërgim, por kur ke një udhëheqje që vendos pushtetin mbi mirëqenien e qytetarëve, i shkatron bizneset, ndodhin gjëra të tilla." Sulkani kishte pasur një betejë me shtetin për një kontratë shfrytëzimi hapësire, pasi Ministria e Tregtisë ia kishte marrë objektin ku funksiononte televizioni i tij, duke theksuar se ai ishte pronë publike. Ky vendim e paralizoi tërësisht punën dhe detyroi televizionin të reduktohej në transmetimin e reprizave. Duke shpërthyer në akuza të drejtë për drejta ndaj kryeministrit Kurti, moderatori ka përdorur tone të ashpra. Albin mashtruesi, psikopati, Allahu të poshtroftë edhe më shumë, siç je duke u poshtruar çdo ditë. Mesazhi i tij është shoqëruar me një fotografi familjare në aeroport, duke lënë të kuptohet se tashmë Enisi është i gatshëm të nisë një kapitull të ri jashtë vendit, konkretisht në Gjermani.